Jemi këtu për natën Zvërnecin. Protestat e ditëve të fundit të lidhura me situatën në Zvërnec nuk kanë kaluar pa akuza dhe skenarët e nxitjes së tyre për interesat të caktuara. Gjithçka kalon nga një makineri presioni që po ushtrohet nga grupime të ndryshme individësh, kryesisht në rrjetet sociale, në drejtim të gazetarëve, figurave publike, këngëtarëve, aktorëve, influencerave dhe njerëz të njohur të fushave të ndryshme. Presione të vazhdueshme që kryhen përmes mesazheve dhe komunikimeve në rrjetet sociale, nëpërmjet komenteve, mesazheve private e publike, duke kërkuar që personat publik të reagojnë në mbështetje të protestave dhe të jenë prezent. Këto presione të vazhdueshme vijojnë nga profile false, të nxitura nga grupime të lidhura me Lëvizjen Bashk, të neokomunistit Arlind Qorit, nga stafet e Erion Veliajt, call centerat anonim, opozitar të lodhur në 13 vite përpjekjesh, si dhe nga grupime të tjera, kanë zgjedhur një metodë të dhunimit të pandalshëm ndaj personazheve publik që t'i bashkohen protestës dhe të bëjnë thirrje për pjesëmarrje. Reagimi i disa prej emrave të njohur për publikun mund të jetë konsideruar si i vonuar për shkak të përpjekjes së tyre për të marrë informacione për ngjarjen, gjë që mund t'i ketë stepur për të publikuar një reagim në profilet e tyre në rrjetet sociale. Çdo vonesë ka pasur dhe kostot e sulmeve, akuzave dhe sharjeve në rrjetet sociale. Këto forma presioni po ndodhin masivisht këto ditë, duke kërkuar të mbështetet protesta në Tiranë me emrin Zvërneci. Si justifikim, qëllime qartazi janë të tjera, sulmet vijnë nga individ mes të cilëve një pjesë OJF-t dhe ambientalistët e paguar nga Sorosi, një pjesë të përdorur nga kryebashkiaku i burgosur Erion Veliaj, që endet në qelit e burgut të Durrësit, por edhe agjencitë e shërbimeve sekrete të vendeve të tjera të Ballkanit. Dhuna psikologjike e ushtruar ndaj personazheve publik ka ndodhur më konkretisht në platformat Facebook, Instagram dhe TikTok, ndërsa i njëjti akt ka ndodhur edhe me disa nga mediat në vend. I gjithë presioni dhe dhuna është e lidhur me këta individ që shfrytëzojnë rastin, kjo vetëm për projektin e Zvërnecit, edhe pse një i tillë nuk ekziston, por edhe për ta përdorur këtë lloj mobilizimi për interesa dhe qëllime krejt të tjera, nga politike deri te ato antikombëtare.